Bankat dhe biznesi mirëpritën paketën e masave të propozuar nga Banka e Shqipërisë, por secila me rezervat e veta. Në emër të shoqatës së bankave, kryetari Sejhan Pençablëgëll tha se paketa në tërësi është pozitive, por bankat nuk janë shumë dakord me rritjen e koeficientëve të rrezikut për investimet jashtë vendit. Sipas zotit Pençablëgëll, bankat sot janë të detyruara të investojnë jashtë një pjesë së madhe të fondeve në valutë, sepse kreditimi në monedhë të huaj për qeverinë dhe subjektet private në Shqipëri vlerësohen me koeficient shumë të lartë rreziku për efekt të llogaritjes së mjaftueshmërisë së kapitalit. Gjithashtu, shoqata e bankave kërkoi edhe një herë zbutjen e rregullave të provizionimit të Bankës së Shqipërisë, sepse sipas bankave tregtare, një sistem kaq konservator ju bllokon atyre kapital në një masë të tepruar dhe kufizon mundësitë e tyre për kreditim. Most of the measures envisioned by the Bank of Albania Shumica e masave të ndërmarra nga Banka e Shqipërisë janë të mirëpritura, por mund bëhet më shumë dhe jo vetëm nga Banka e Shqipërisë. Rreth gjysma e depozitave të shqiptarëve janë valutë të huaj, së shumti në euro, por nëse këto depozita ja japim hua bizneseve që nuk kanë të ardhura neto, atëherë Banka e Shqipërisë na kërkon më shumë kapital. Nëse këto para ja japim hua shtetit shqiptar, sërish Banka e Shqipërisë na kufizon dhe e trajton rastin sikur qeveria shqiptare të jetë një kompani e zakonshme. Si rrjedhoi, ne detyrohemi të investojmë një pjesë të mirë të këtyre parave jashtë Shqipërisë me norma shumë të ulta interesi. Duhet që Banka e Shqipërisë ta vlerësojë kreditimin e qeverisë shqiptare në euro me një koeficient më të ulët rreziku në mënyrë që ne të kreditojmë qeverinë. Qeveria të shlyejë detyrimet që ka ndaj bizneseve dhe bizneset nga ana e tyre do të paguajnë kredit që kanë në banka. Presidenti i shoqatës Business Albania, Luan Brega, sipas i vlerësoi paketën e propozuar nga Banka e Shqipërisë, shprehu edhe një herë pakënaqësinë e biznesit ndaj bankave për shtrëngimin e kreditimit dhe normat e larta të interesit. Varet me keqardhje që në këto 2-3 vitet e fundit që kriza është shfaqur, një ngadalësim dhe mungesë kreditimi të ekonomisë dhe projekteve të biznesit nga ana e bankave. Bankat kanë larguar nga sportelet e tyre jo vetëm entuziazmin e sipërmarrjes private, por dhe projektet nevojshme për ekonominë e vendit. Rritja e standardeve të kreditimit është një e mirë që mund të na e kishte kursyer situatën aktuale të kredive me probleme. Megjithatë, edhe banka është biznes dhe si e tillë duhet të bëjë më shumë përpjekje për të shqitur produktet e saj. Banka e Shqipërisë, bankat tregtare dhe bizneset zhvilluan sot një forum për të gjetur zgjidhje për atë që është ndoshta sfida kryesore e ekonomisë shqiptare, nxitja e kreditimit. Banka e Shqipërisë duket e gatshme të lëshojë pe në kërkesat rregullatore ndaj bankave, me qëllim që t'u jap atyre më shumë hapësira për të kredituar sektorin privat. Por është e qartë për të gjithë se këto masa nuk janë shkopi magjik. Guvernatori Fullani e bëri të qartë se për një krizë globale zgjidhjet nuk mund të vinë vetëm nga masat lokale, për më tepër kur bëhet fjalë për një ekonomi të vogël si Shqipëria.